Nuk dihet se sa do të zgjas protesta. Kam në studio zotin Pascal Milo për të folur më gjerësisht mbi këtë temë. Zotin Milo, protesta në Beograd e ka futur Serbin dukshëm në një krizë që s'po merr zgjidhje. Si duhet lexuar kjo protestë? Protesta ka tashmë gati 4 muaj që ka filluar. Ajo dëshmon ndër të tjera që studentët serbë janë për të përshëndetur, sepse janë pararoja e një populli që lufton për demokraci dhe që dëshmon vitalitet, dëshmon kurajo dhe mbi të gjitha dëshmon që ka vizion, diç të kërkoj dhe është për të marrë shembull nga kjo pikpamje gjithmonë në kuadër të një lëvizje demokratike, paqësore, që afishon hapur objektivat e veta dhe lufton për demokraci me një kurajo të tillë, siç po e shohim dhe siç po dëshmohet edhe sot që thuhet që është nga analistët gjithmonë, thuhet që është protesta më masive, më e madhe që mund të kenë ndodhur jo vetëm në Serbi, por edhe në gjithë Ballkanin. Kjo që po zhvillohet sot në Beograd. Ata që protestojnë, siç e ndoqëm edhe nga materialet që kemi pasur më herët, flasin për diktaturë, por edhe për frikë. Parë nga një diplomat dhe një njeri që e ka parë politikën nga pozitat e përfaqësimit. Për çfarë tipologjie pushteti dhe rendi demokratik po flasim në Serbi? Para se t'ju përgjigjem për pyetjen tuaj, për kuriozitet, unë sot duhet isha në Beograd. Pse? Sepse sot kisha një mbledhje të këshillit të një NGO ndërkombëtare, ku unë jam antar bordi, por që u anullua pikërisht është pezulluar gjithçka. Se është pezulluar gjithçka. Pra, Beogradi është në kolaps, jo vetëm transporti, por çdo aktivitet tjetër është paralizuar. Pikërisht për shkak të kësaj proteste të jashtëzakonshme studentore që ka mbështetjen edhe të shumë qytetarëve serb, pra ka një mbështetje të gjerë dhe ka një motiv, pra ka nerv, ka objektiv, po ka dhe vullnet për të realizuar këtë objektiv, gjë që nuk e sheh kollaj në shumë vende. Nga kjo pikpamje duhet ta pranojmë, sepse shpesh Serbin ne e shohim nga një këndvështrim tipik shqiptar për shkak të historisë, por nga njëherë, siç është rasti konkret i protestës studentore, kjo dëshmon që ka kulturë politike, ka vizion, ka nerv. Nuk dorëzohen studentët. Pavarësisht se po bëhen përpjekje për t'i përçarë. Qeveria serbe dhe presidenti Vučić po bëjnë çmos duke grumbulluar dhe njerëz për të bërë kundër protesta, siç e pam edhe ajo vajza grua çfarë ishte që vajti në podium për të rëmbyer një vajzë tjetër nga ana studentore, pra për të krijuar një incident, siç ka edhe përpjekje për të grumbulluar forca të errta nacionaliste serbe, qoftë edhe ish mbështetës të Miloševićit, qoftë beretat e kuqe, që janë trupa agresive nacionaliste serbe që akuzojnë dhe për vrasjen e Zoran Xhinxhićit, apo qoftë madje, sipas informacioneve që ka dhe që unë i kam lexuar, del që kanë ardhur edhe serb nga Kosova për të marrë pjesë në këto kundër mitingje që po bën ndaj protestës studentore. Po, por kjo është masive, siç edhe i kemi dhe pamjet. Për ta kuptuar edhe më qartë, për çfarë protestojnë studentët sot? Për çfarë protestojnë serbët realisht? Ky është dhe thelbi që duhet kuptojmë nga gjithë kjo proteste madhe dhe nga 4 muaj protesta vazhdueshme. Shkaku është rrëzimi i
në stacionin hekurudhor të Novi Sadit i një çatije çarishte që vrau 15 njerëz. Dhe ata u ngritën me të drejtën e tyre. Por ky është shkaku, ky është preteksti. Gjithë kjo lëvizje masive 4 mujore nuk mund të bëhet për një çështje të tillë që është për të ardhur okej, duhet dënuar, ata përgjegjësit duhet të marrin dënimin e merituar, siç mund të ndodhë në një shtet demokratik, por është përtej asaj ngjarje të Novi Sadit kjo. Kjo tregon që brezi i ri studentor, njerëzit që po e përsëris, që kanë një vizion, kanë ide, duan ndryshimin, nuk pajtohen me një diktatur të një personi të vetëm, si që është Vučić, i cili ka tashmë që nga 2014 apo, që është në pushtet, dhe që ka krijuar një pushtet autoritar të jashtëzakonshëm, dhe që mungojnë lirit dhe të drejtat e njeriut për cilat kritikohet edhe nga Bashkimi Evropian, në tërësi si institucione. Erëzon do të protesta një regjim autokratik? Tani, kjo protest sigurisht që është protest paqësore. Kjo sensibilizon opinionin dhe kjo krijon rrethana që nëse ka mbetur qofte edhe një fije përgjegjësie tek ata që qeverisin, të mendojnë për një moment se kjo është vota e mirëfillt popullore, një vullnet që duhet i detyrojë ata të kërkojnë ndryshim. Dhe ndryshimi duhet filloj prej tyre. Por Vučić e ka thënë dje par dje, sot kur e tha, po më duket se e tha që në qoftë se doni ndryshimin, ajde më vrisni mua dhe të vi një tjetër. Pra, ai nuk e kupton thelbin e jetës demokratike, që pakënaqësia në rritje duhet të bëj të rimendosh, të reflektosh dhe të largohesh nga pushteti në rast se pushteti që ti ushtron krijon shqetësime në popull. Ju e njihni historinë. Të gjitha raportet e ndryshme flasin për një Serbi autokratike. Edhe ne po e flisnim pak më herët. Një protest kaq masive. Qindra mijëra njerëz në shesh. 4 muaj protest. E largon një pushtet autokratik, për ta risjellë edhe një herë pyetjen. E merr mesazhin Vučić. Ju doni një përgjigje të drejtë për drejtë nga unë. Po, unë mendoj që kjo protest dhe objektivi i saj është pikërisht ai, rrëzimi i Vučićit si diktator i Serbisë. Sjell frymë të re në Ballkan kjo protest? Sjell. Patjetër që sjell, për nga përmasat që po merr dhe për nga vullneti që po shfaq, patjetër që sjell. Duhet patur kujdes programi. Cili program? Ende lëvizja studentore nuk ka paraqitur një program përtej atyre kërkesave të tyre që janë kërkesat karakterit të qoftë për dënimin e njerëzve që shkaktuan atë fatkeqësi, qoftë për disa kërkesat të tjera që kanë pas të bëjnë me nivelin e jetesës, me disa kërkesat karakterit demokratik në funksionimin e jetës universitare, edhe disa kërkesat që cilat nuk janë thelbësore. Studentët akoma nuk kanë arritur të artikulohen hapur për ndryshimin e regjimit. E qartë. Dhe ditën e sotme flitet që kjo do të jetë vendimtare se çfarë ata do të bëjnë në vimësi. Po, duhet sot pritet që ata të shpalosin programin e tyre. Opozita ka ndetur në largësi. E ka mbështetur protestën, por ka ndetur në largësi të saj. Disa herë studentët nuk e kanë pranuar, nuk kanë dashur që të futet opozita. Duan të instrumentalizohen nga politika, nga partitë opozitare. Si është e pozicionuar opozita në Serbi? Sepse ka një opozit, pam edhe ata me tregishta, pam një opozit të cila të Sheshelit, kemi një opozit pro-evropiane. Keni dijeni si është e pozicionuar? Po kam. Për fat të keq, opozita e Serbisë është një konglomerat partish
të cilat nuk kanë një qasje të përbashkët për mënyrën se si ata duhet të bëjnë opozit, sepse ata janë, si kurse e nënvizuat edhe juve, janë disa partit që kanë orientimet të ndryshme që nga supernacionaliste dhe deri në programet e tyre nacionalizmi është i pranishëm. Jo një nacionalizm që pozitiv, në qoftë se do të quajmë të tillë, por tek ata ai mikrobi i nacionalizmit të Serbisë serbe është i infiltruar në genet e politikës serbe dhe askush prej tyre, qoftë edhe përballë Vučićit, nuk guxon t'u jap serbëve një alternativë tjetër, për shembull, qoftë edhe në raport me Kosovën. Po të pyesësh edhe partitë opozitare serbe, ata nuk kanë një qasje ndryshe në thelb nga qasja që ka Vučići për mënyrën se si duhet zgjidhur çështja e Kosovës, konfliktin në Kosovë, kriza, Kosova e Veriut, instrumentalizimi i serbëve të Kosovës së Veriut. Ata kanë thuajse të njëjtin qëndrim nga kjo pikpamje. Ky do të ishte dallimi thelbësor i opozitës në raport me Vučićin. Një. E dyta, ata nuk janë kaq, po kështu, nuk janë kaq kritik, ose për të mos thënë nuk janë kritik, edhe ndaj marrëdhënieve me Rusinë, për rolin që luan Rusia në Serbi dhe në Ballkanin Perëndimor. Pra nuk ndjen. Tjetër, ata nuk janë kaq të qartë dhe të vendosur në parimet e tyre demokratike dhe në raportet që ata duhet të kenë me Bashkimin Evropian. Pra, me Dhe pak si konkuron, profesor? pa folur këtu për problemet politikës së brendshme që padyshim mund të ketë dallime, mund të kenë element pozitiv, por që nuk ngren pesh. Atëherë, si konkuron kjo, në qoftë se flasim për demokratizimin e Serbisë, kur edhe opozita është njësoj si pushteti, sa i përket çështjeve të rëndësishme për BE-n, Rusinë, Kinën dhe arealin ballkanik, Kosovën apo Bosnjën, përballë stabilitetit. Domethënë, në një krah kemi stabilitetin, gjendja është kështu si është, por rregullohet pak nga pak. Demokratizimi është këta vinë pushtet, janë ndoshta më agresiv se vetë Vučići. Patjetër që kjo është edhe pika e dobët e politikës serbe, që alternativat politike opozitare serbe nuk janë në atë nivel që të ngjallin besim. Në radhë parë fitojnë besimin e shumicës së popullit serb, se ata i kanë një mbështetje të caktuar dhe që u pa edhe në zgjedhjet për pushtetin vendor dhe për Beogradin, Bashkinë e Beogradit, por ende ata nuk janë, sepse nuk kanë, e para duhet të themi, nuk kanë vlera të mirëfillta demokratike për ato arsye që përmendëm, janë konglomerat që nuk kanë një bosh qendror rreth cilit ata të bashkohen, ata i bashkon më shumë urrejtja dhe lufta për të rrëzuar Vučićin, por jo se ata kanë një qasje demokratike europiane që i bashkon dhe që e paraqesin para serbëve. Nuk e kanë, nuk shqyuen. Shpresa është e studentët. Po marrë disa deklarata nga qeveria. Kemi Ivica Dačić, ministri i brendshëm, i cili tha është një protest që është e dhunshme dhe mund shkojë drejt dhunës. Ana Brnabić shkoi më tej, tha grusht shteti. Vulin tha që bëhen tha nga agjenturat perëndimore, tha, kundër Rusisë dhe Kinës dhe aleatëve tanë tradicional. Vetë Vučić thot është revolucion me ngjyra, e shtym përpara amerikanët, lexoni librat, thot se si ra Irani, tha përpara pak ditë shahu i Iranit. Domethënë është një lloj, po shtym përpara një lloj narrative që kjo është e gjitha çështja e agjenturash, duan ta rrëzojnë me dhunë pushtetin, revolucionin portokallint. Si e sheh këtë retorik të qeverisë përballë protestuesve? E kam ndjekur me vëmendje, është një retorik thjesht që kërkon të gjej justifikim përballë masivitetit gjithnjë në rritje të protestave. Është një përpjekje për të manipuluar këtë rezistencë dhe këtë protest
është një përpjekje për të justifikuar të gjithë skenarët e mundshëm që ata mund të përdorin për ta mposhtur këtë protestë masive, që mund të përgatisin dhe diçka. Unë ju thash që vetë Vučić bën deklarata shumë të forta si ajo që sapo citova, por që në atë deklarat ka dy element. E para është elementi frikës që ai ka. Se njëri që është i sigurt nuk ka pse të përdor termën të tillë, hajde më vrisni mua dhe që të bëhet ndryshimi. Një njëri që është i sigurt në politikën e vet, në bindjet e veta dhe në drejtimin e shtetit vet, ri i qetë atje bën punën e vet. E dyta është pikërisht një mesazh që u jepet të tjerëve, ndërkombëtarëve, të cilët duhet të pranojmë aktualisht që duhet të ishin më kërkues. Duhet t'i bënin presion më të madh. Jo presion me një letër siç bëjnë 35 euro parlamentarë që ja drejtojnë Van der Leyen dhe i thonë që të shikojë çështjen e integrimit të Serbisë, plotësimin e standardeve etj. Institucionet e Bashkimit Evropian, kur janë të bindur se aty po shkelet demokracia me dy akëmët dhe kjo po ndodh, atëherë ata kanë instrumentat e tjera për të ushtruar presion. Dhe ajo që bën përshtypje aktualisht më shumë është qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pse? Këtu ka një ndryshim. Shikoni si po sillet presidenti Trump. Presidenti Trump i pëlqejnë njerëzit e fortë, se është dhe vetë i kësaj kategorie që e përdor shtetin fort, që e ka dëshirë të ushtrojë forcën, ka dëshirë të ketë marrëdhënie me njerëz të fortë, pa dalluar se që përfaqësojnë ta njerëz të fortë, dhe e ka dëshmuar edhe në marrëdhënie me të tjerët, që nuk pyesin shumë për vlera demokratike. Dhe në këtë rast, Vučići, me sa kuptoj unë, është një i preferuar i tij, sepse Vučići ishte ndër të parët që presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump e mori në telefon. Nuk mori asnjë lider tjetër të Ballkanit, po mori Vučićin. Pse? Kuptohet që janë disa interesa që i lidhin. Një. E dyta, Vučić, Donald Trump dërgoi djalin e tij të madh në Beograd për vizitë që dhe e priti Vučić. Të dërgosh në këto momente kur qindra mijë student janë ngritur aty dhe popull në demonstrata të fuqishme kundër Vučićit, dhe të dërgosh djalin e presidentit të Shtetet të Bashkuara të Amerikës në Beograd, çfarë është kjo? Kjo është shenjë mbështetjeje që presidenti Donald Trump po i jep Vučićit në këtë kohë kaq të nevojshme për të. Tjetër, po këto ditë, ose para disa kohësh, vajti dhëndri i Donald Trumpit në Beograd, Kushner, i cili patjetër që ka interesa biznesi në plan të parë, për të ndërtuar një hotel të madh Trump në një nga sheshet qendrore të Beogradit, atje ku sot ekziston rënojat e ish ndërtesës të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë jugoslave që u bombardua nga NATO në vitin 1999 gjatë konfliktit me Kosovën. Pra, gjithë këto element që përmenda unë, duke i marrë të gjithë këto elementë duke i marrë bashkë, kjo tregon që ka një mbështetje, po edhe Bashkimi Evropian. Po për ta sjellë pak përballë Kosovës, të gjithë këto elementë që ju tha Jared Kushner, djali i Trumpit, Donald Trump Jr. që tha në podcast, bombardimi tha erdhi si arsye edhe rastit Clinton me Monika Lewinskin. Kemi vizitën e Mark Rutte, i cili kërkoi stabilitet dhe dialog. Qeveria në Kosovë ende nuk po formohet. Tani, si ndikon e gjithë kjo situatë në Serbi për situatën në Kosovë dhe në Bosnjë? Kjo situatë, duke qenë se ka një impulse më shumë sociale, të brendshme, politike në Serbi, ka një efekt, po jo thelbësor,
për Kosovën. Për Kosovën, dhe në Kosovë, nuk e bëjnë shumë dallimin midis lëvizjeve demokratike serbe masive të kësaj natyre me regjimin. Nuk e ndajnë kollaj, sepse gjithmonë kanë perceptimin se çdo serb në raport me Kosovën është i keq. Dhe duhet të shihet gjithmonë në një këndvështrim negativ. Po ju thatë opozita është njësoj atje. Dakord, por kjo çka po ndodh tani në Beograd, në fund të fundit e dobëson regjimin. Dhe çdo vend fqinje, dhe në mënyrë të veçantë Kosova, është e interesuar që të ketë ndryshime politike dhe demokratike në Serbi, që të vijë një qeveri më e mirë, paksa më e mirë, më e mirë kuptueshme, që të mund të Kosova të realizoj objektivat e veta, njohjen ndërsjellë dhe njohjen ndërkombëtare të saj. Një regjim tjetër mund të sjellë një perspektivë tjetër, në qoftë se do të ndodhë. Dhe po kështu edhe me Serbinë. Por nga ana tjetër duhet t'ju them, dhe kjo ka shumë rëndësi, që ngjarjet në Serbi dhe destabilizimi i Serbisë, se nuk dihet se çfarë mund të marrë ngjarjet, destabilizimi i Serbisë patjetër pastaj do të ketë ndikim edhe në rajon. E kuptoj, edhe ne do të ndalemi sërish te kjo temë. Unë falenderoj që të kisha në studio. Kënaqësi dhe për mua.